Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq të kanalit ton. Ja ku po takohemi sërish së bashku për të sjellur pranë jush momente të bukura, histori të bukura, por edhe nga ato histori që fatkeqësisht ne nuk duam t'i dëgjojmë në shumicën e rasteve. Do të ndalojmë të flasim për parashqevisimakun. Sot është Mother's Day, domethënë dita e nënave, që në fakt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kjo ditë respektohet edhe vlerësohet pafund. Dhe sot të gjithë nënat gëzojnë edhe festojnë dhe kremtojnë në familjet e tyre. Unë përzemërsisht dua të uroj të gjithë nënat gëzuar këtë ditë të shenjtë për ju, qofshit jetë gjata, qofshit me shëndet të plot, për të na dhuruar gjithmonë atë dashurinë familjare që vetëm ju dini ta dhuroni, dhe kur ju nuk jeni në këtë botë, familja merr një kahje tjetër dhe energjia, dashuria, pozitiviteti në atë shtëpi shuhet. Prandaj, në ditë të veçanta, por edhe në jetë në përgjithësi, ne e kuptojmë vlerën dhe dashurinë se sa rëndësi ka nëna për një familje, dhe jo më kot Zoti thotë xheneti është nën këmbët e nënës. Do të nis një rrëfim që unë jam munduar të shkruaj për divën shqiptare, për atë mirësi që Eltoni Liriani dhe zonja Elvira Tata bën, që zonja Parashqevisimaku të mos të kremtoj ditën e nënës siç e kremtonte mërzitur cepave të New Yorkut, e ulur në për disa karige, e ulur në për disa gur, duke menduar për të birin e saj, duke parë nënat e tjera se si po merrnin lule në këtë ditë dhe si po e festonin këtë ditë, por me ndihmën e krijuesit, me ndihmën e dy këtyre personave, sot zonja Simaku feston e lumtur në apartamentin e saj, duke u rrethuar nga dashuria e të gjithë njerëzve që ajo i ka pranë vetes. Janë pak, por janë të sinqert. Janë pak, por me dashuri shumë të madhe. Në një shoqëri ku shpesh harrojmë thelbin e ndjenjave njerëzore përballë ritmit të shpejtë të jetës, historia e Parashqevisimakut vjen si një ftesë për të ndalur, për të reflektuar dhe për të ndjerë thellë brenda vetes tonë. Ajo nuk është vetëm një emër i njohur i skenës shqiptare, një artiste që për dekada i tha publikut këngë të paharrueshme dhe ndjenja të vërteta. Ajo është edhe një nën që përjetoi dhimbjen më të madhe që mund të godasë në zemrën e një nëne. Largimin shpirtëror dhe emocional të fëmijës së saj. Nuk ishte një ndarje fizike, por një lloj tjetër humbje, më e heshtur, më e thellë dhe më e vështirë për t'u përballuar, pasi që në fakt Parashqevisimaku, qëllimin e saj që në intervistat unë që kam dëgjuar të viteve 94, që ka patur me Rodina Xhungën, e kishte të ndërtoj një familje, e kishte të ndërtoj një jetë të bukur, përpos që dëshironte të ndjekën edhe artin edhe këngën. Dhe Parashqevia nuk ishte artiste e ditëve të sotshme, që hudhin familjet, nuk duan të martohen, nuk duan të krijojnë fëmijë, jo të gjitha, disa, vetëm e vetëm për të ndjekur karrierën, por Parashqevia kishte dy synime. Të ketë një fëmijë, të ketë një bashkëshort, do të thënë të ketë një familje të rregullt dhe si një person i mrekullueshëm, si një grua e mrekullueshme, të ndërtoi dhe jetën e saj. Parashqevia ishte në kulmin e jetës së saj artistike, e dashur për publikun në Shqipëri dhe më gjerë, kur jeta nisi t'i ngarkoj me barë zemrën e saj të nënës. Djalin e saj, të cilin e kishte rritur me dashuri të pakushtizuar, jeta e goditi me padrejsi të thella. Vuajtje të rënda psikologjike, shëndetësore e sociale, të cilat erdhën njëra pas tjetrës si një ortek që nuk ndalej. Ajo e pa sytë të birit të cilët largoheshin nga nëna, pa mundur të bënte asnjë gjë. Fjalët nuk mjaftonin, askush nuk e kuptonte. Shoqëria i qëndronte nga mbrapa Parashqevis për ta shkatruar atë. Edhe ajo si çdo nën, u përpoq të bëhej murr, mburoi dritë, por vetë nisi të fiket nën peshën e pafuqisë. Kur çdo përpjekje dështoi,
Parashqevia nisi të mbyllet në veten e saj. I biri u largua dhe shteti kështu vendosi, larg nënës së tij. Muzika, dikur shpëtimi dhe pasioni i saj më i madh, tashmë i dukeshin të huaj. Skena e cila kishte performuar për vite me radhë i dukej e zbrazët. Dashuria e publikut nuk ishte më mjaftueshme për të mbushur boshllokun që kishte lënë largësia me djalin e saj. Ajo e humbi ndjesinë e përkatësisë. Zëri i saj, dikur i fortë dhe melodik, u shua në një heshtje që zgjati me shumë vite. Ishte një nënë e thyer, një shpirt që po tretej ngadalë në dhimbjen më të pahareshme dhe më të pashpreshme asnjëherë. Vitet kalonin dhe me to venitej edhe shpresa. Shoqëria vazhdonte, njerëzit e haronin, por dhimbja që e mbante brenda nuk i linte hapësirë as për të haruar dhe as për të shpresuar. Mungesa e të birit fizikisht e shpirtërisht ishte më e rëndë se çdo vdekje. Ishte si të jetosh çdo ditë me një plagë që nuk mbyllet, që nuk dhëmb vetëm po lëvize, por dhëmb gjatë gjithë jetës. Të afërmit nga njëherë përpiqeshin ta ngushëllonin, por ajo u largua nga të gjithë. Ajo mbeti vetëm. Mbeti vetëm me kujtimet edhe me një dhimbje që nuk kishte emër. Por si çdo histori, me trishtim të thellë, drita fillon të hyjë atje ku errësira ka mbizotruar. Eltoni Liriani, një zë i lirisë, i guximit dhe i ndihmës për njerëzit në nevojë. Ishte ai që pa përtej asaj që të tjerët shihnin. Ai e pa parashqevis si makun jo si një grua të shuar, por si një nën që duhej ngjallur, si një shpirt që meritonte një mundësi të dytë për të përjetuar dashurinë që i mungonte. Ai nuk i ofroi vetëm ndihmën praktike, por një mundësi për të rigjetur veten, për të rikthyer dritën në sytë e saj. Krahas Eltonit, një tjetër emër i rëndësishëm në këtë proces ishte edhe zonja Elvira. Me përkujdesje, përkushtim dhe ndjeshmëri të rrallë, ajo qëndroi pranë parashqevisë në ditët më të vështira të saj. Ishin dy njerëz të cilët nuk kishin asnjë detyrim ndaj saj, por që bën më shumë se sa mund të bëjë ndonjëherë një sistem i tërë. Ata i dhanë shpresë, i kthyen zërin, i kthyen besimin tek njerëzit dhe tek vetja. Ishin këta njerëz që e rikthyen në jetë jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Rikthimi i parashqevisë nuk ishte i menjëhershëm, ishte një proces i ngadalt, por i qëndrueshëm. Çdo ditë ishte një përballje me veten, me kujtimet, me dhimbjen dhe me frikën. Por mbi të gjitha, çdo ditë ishte një hap më pranë pajtimit me të kaluarën dhe një hap me afër të birit. Kur erdhi momenti i ribashkimit të tyre, lotët që rodhën nuk ishin thjesht lot emocioni. Ishin lot rilindje, falje, ringjallje. Ai përqafimi ishte më shumë se një akt fizik. Ishte fshirja e një epoke dhimbje dhe hapja e një kapitulli të ri. Sot, në ditën e nënës, parashqevia nuk është më një nënë e thyer, por një grua që ka kaluar përmes ferit dhe ka dalë në dritë. Ajo është dëshmi se dashuria nuk vdes kurrë, dhe kur jeta i merr çdo gjë. Është dëshmi që sakrifica e një nëne nuk shkon kurrë kot, edhe kur nuk shihet menjëherë. Ajo sot feston, jo thjesht një datë në kalendar, por fitimin e jetës mbi dhimbjen, dashurisë mbi errësirën. Dita e nënës për të nuk është thjesht një fest, por një rilindje. Pasi që unë jam protagonisti apo moderatori apo komentuesi, më quani si të doni, që kam komentuar jetën e parashqevisë në detaje, rikthimin e saj në detaje, dua t'i them dy fjalë të vogla dhe t'i uroj këtë ditë. Unë kam shkruar kështu:
Në përmbyllje të kësaj historie që na mëson se dashuria e një nëne mund të ngjallë edhe shpirtin më të thyer, unë Tirona Lili, dua të falenderoj thellësisht Eltoni Lirianin për zemrën e tij të madhe dhe për ndihmën e pakursyer, si dhe zonjën Elvira, për kujdesin dhe për kushtimin njerëzor që e shoqëroi këtë histori nga errësira drejt dritës. Sot unë uroj nga zemra Parashivi Simakun, një nënë që ka përjetuar gjithçka, por nuk ka reshtur së dashuruari, gëzuar këtë ditë të çmuar Parashivi. Sot e për herë ti je zëri i çdo nëne që nuk hoqi kur dorë nga djali i saj.